Dhe I keni kush e keni babën në gjallë, apo gjysh dhe gjyshe gjallë, si në vend prindve I keni, apo vetëm babën gjallë, apo vetëm nënën gjallë, ktheni në respekt, Wallahi mos t'ju thehet babës as nënës qefi asniher. Kartë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, sahabi kartë Resulullahi ka thonë, ja Rasulallah, këm dalë me të bashkan gjitë ty e në hijret në shpëngulje prej Mekës në Medina. Se Allahu ata që po bojnë hijret, po I shpërblen me gjennet. Kom ardhi ja Rasulallah, ty me të bashkan gjitë. Tha të shikelon babenon, tha I kom lon të kajt t'i dhnuam. Tha ktheu që shikebo me kajt, ktheu edhe boni me kesh se hijreti joti është mi bo babën edhe nanën me kesh. Ju sa herja keni thujë babës edhe nanën së qefit. Bone ment o musliman, pe I thamë edhe vetit edhe juve, nëse ja ke thyë qefin babës edhe nanës apo njonit pi dyve, edhe ata jenë I dhnuë, edhe kanë bo, s'kanë folë. Ti ku të të shkojsh prej kësaj, thoni astaghfirullah. Thoni astaghfirullah. Qile kojër, thuj astaghfirullah. Ja Allah ne I fal gabimet, se nuk ju kemi dalë hak babës edhe nënës. Allah ne I fal gabimet, ja Rabbi. Tha ktheu të baba dhe të nona, që ke bo me vaj, me lot, kthejmë bëj bo me kesh. E hijreti jot është nëse babën edhe nonën e bëjsh me kesh. Mës të folim fjalë të cilat I kemi nije për prindët e tyne që ka më keq kanë folë. Allah I në rëtë. E kanë pyet Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam, ja Rasulallah, cili gjunah është më I madh, ka thonë Allahut të I bën shok, ortak në adhurim. Mandej ka thonë babën edhe nonën të ofendojsh, mos ta respektojsh, më I madhi gjunah. Mandej të dëshmojsh rrenjshëm, dëshmi të rrenjshme, isbatlëk të rrenjshëm. Allahu në Kur'an pra po thot, wa qada rabbuk, Allahu po urdhëron që të adhurohet vetëm Allahu. Mandej të respektohet baba dhe nona. Do më thonë, si kur dy shinat binarit, urdhni Allahut po thot, mur adhuru vetëm Allahu. Mandej mur respektu baba dhe nona paralel. Wala taqul lahuma uff, e mos ju thuj as uff. Warhamhuma, ban mshirë ndaj tyne. Ai plak, nona plak, e derdhen qajen, e derdhen supën, e derdhen përsheshin që ja ke bon, e së nbrohet, ti me një rendi për agosh për të këcen kanari. Ka thonë pejgamberi jut alayhi salatu wassalam, el gjennetu tahta aqdamil ummahat, gjenneti është nër kamët e nonës, në respektin e ti. Qështu të regon ju grave t'juja në shpia? Me selam temi, të regon ju nënave t'juja, grave, vajzave, motrave, që të fjallë të regon ju edhe vetë praktikoni, e Allah ju një moftë. E më shkoni jashtë pijamis me dalë, a nitet qka tha, qka po vikete, qka po bane, qka s'po bane. S'ka nevoj këto komente me mi bon fare. E pe këqyrish, fëmin sa shumë. E babën edhe nënën? Nëna jeme njëherë mu më tha, tasha dek që sa vjetë, kur I dojsha fëmijët e mi të vegjël kur ishin, ajo më ka vrejt, më një vrejtje të nanës që e vrejnë e vladin, masi I kam dujt e I kam puth fëmijët,
tha mërbir, edhe unë e tha ty qështu të këm dash dhe të këm puth. Kthen ju prindve, ku shikrini prindet, babë dhe nën, kthen ju në respekt. Kthen ju në respekt. Abdullah ibn Mes'udi, thot erdha të Resulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe i thash, ja Resulallah, o i dërguar i Allahut, ejul ameli ahab ila Allah, cila punë është më e dashme te Allahu? O Resulullah, cila punë më e dashme? Thot pejgamberi, as-salatu ala waqtiha, namazi në vaktin e vet. Mandej cila ja Resulullah? Mandej tha respekti i babas dhe i nanës. Mas namazit në vakt. Mandej gjihad fi sabilillah. Gjihad fi sabilillah. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po tregon Resulullahi sallallahu alaihi wasallam me rastin që i ka ndodhur në hutbe. E kanë një sahabët të thonë amin, amin, amin. Edhe e kanë pyet, ja Resulullah, çka kena ato 3 herët në hutbe amin, amin, amin? Tha para prej tyne, më erdhi tha Gjibrili alayhi salatu wassalam edhe më tha, kush i ka nxon prindet gjallë apo njënin prej tyne, edhe ka hin xhehenem sebeb mos respektit. Allahu e ka larguar rahmetin prej ti, pse se ka bon respekt babën edhe nanën, edhe më tha thuj amin, e unë e thash amin. E dyta, do më thonë të babat e nana, e dyta, sa ai që ka hy muj Ramazanit e nuk jenë falë gjunahët e bon prej zjarnit xhehenemit, Allahu e ka largu prej rahmetit e vetë, sa thuj amin, sa thash amin. Fjala amin, përgjigju ja Rabbi. Mallkim prej Allahut, lanet prej Allahut, pse Ramazanit s'ja ka bo hizmetin që shduhet. Edhe e treta që këto populli janë shumë pak e din, populli si popull, ju e dini me siguri, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka meritu dënimin e Allahut, që ka thonë amin, qaj që mu ka përmend emni e salavatës po qonë. Prandaj mësone gojen, o xhamat i jeni mahallës, mësone gojen, ushtrone gojen, sa herë përmendet pejgamberi, thoni alayhi salatu wassalam, ose sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre insan, Allahu s'ka me këqyr ata ditën e kiametit. S'ka mi bon rahmet s'me këqyr ditën e kiametit. I pari është ai që Allahu s'ka me këqyr, ai që babën edhe nonën e ka i dhënua. Allahu s'ka me këqyr ditën e kiametit. Ai që është arrogant ndaj prindve, Allahu s'ka me këqyr ditën e kiametit. E dyta, që s'ka me këqyr ditën e kiametit, ka me i largu pi rahmetit, alkoholiqarin, rakigjin, mudminu khamrin, konsumatorin e alkoholit, Allahu s'ka me këqyr. Ja ka bon haram, ai po e përdor. Edhe e treta, që s'ka me këqyr Allahu xhalla xhelaluhu ditën e kiametit, el mennan, ai që barën fjalë edhe i prish musliman.